Mimrama Miqtë Prizmus. Një nga ato me të vërtet lajmet mira, një nga ato njoftime që të gëzojnë dhe veprime që të gëzojnë, është një postim i kryetarit bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, i cili, pas disa videove të punës që po bëhen në liçenin e Shkodrës, thotë: liçeni i Shkodrës do të kthehet në gjendjen e tij natyrore. Ky është dhe qëllimi i aksionit nisur sot nga disa institucione, IKMT, strukturët e Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bashkia e Shkodrës dhe Policia e Shtetit. Aksioni konsiston në lirimin e hapësirave të zëna nga instalimet të palishme, pinar dhe dajlan. Ky aksion do të vijojë deri në heqjen e plot këtyre elementeve të palishëm në këtë pasuri të përbashkët natyrore. Ky ishte një nga veprimet e mirë pritur, fantastik që duhet të ndodhte prej kohësh në Shkodër. Liçenin e Shkodrës, një dorë, njerëzit e kishin pushtuar. E kishin pushtuar dhe e shfrytëzonin, më vjen keq që e them këtë, po e shfrytëzonin si ato që ne shpesh në mënyrë perfide dhe të shëmtuar i themi si në bulevard, si në trotuar. Liçeni i Shkodrës ka 30 e sa vite që me mënyrat e administrimit donkishotesk, mënyrat e administrimit banditesk, mënyrat e administrimit kriminal, jo vetëm që u shëmtua me dinamit, me korrent, me helme, por u përdor i parcelizuar edhe 20 vet, 10 vet, ndoshta edhe më pak, e bën pronë tyre. Liçenin më të madh, pronën më të madhe që ka qyteti i Shkodrës dhe gjithë zona, e gjithë habitati urban, gjë më e shtrenjtë, më e madhe, më e leverdishme, që nuk ka ditur kur ta shfrytëzojë këto 30 vite, në mënyrë turistike, në mënyrë koherente, jo vetëm për të prodhuar turizëm dhe pasuruar njerëzit, po për t'i bërë ata të ndihen qytetar normal, të ndihen qytetar të vlerësuar, njësoj me botën, më mirë se sa bota, sepse pasuritë i kanë më të mëdha se sa i ka gjithë bota. Një liçen i tillë u parcelizua dhe u shfrytëzua nga derbeder, kriminal, zaptues, imoral dhe amoral politik, po në mbështetjen e plot të politikës. Sot po hiqen ato gardhe, ato temegdajlane, ato huj, ajo shëmtire jashtëzakonshme që nuk lejonte të dilje një herë me varg, që shfrytëzonte peshkun në mënyrë kriminale, dhe që jo vetëm shëmtonte, po tregonte nivelin e ulët të përfaqësimit urban, qytetar, të një vendi i cili me të vërtet ka humbur jo vetëm nga qytetërimi vetë, edhe për këtë kam fjalën për Shkodrën, por ka absorbuar dhe ka marrë si qytetërim të tij në thojza kriminalitetin, imoralitetin dhe anti-urbanitetin të imponuar politikisht nga periferik, folklorik, njerëz të hurit e dlitarit që kanë komanduar ose mund të themi kanë bashkëpunuar me politikën e cila ka administruar Shkodrën për 3 dekada e diçka vite më tepër. Sot, i gjitha i bashkëpunime dhe ai diskurs i cili bëhet nga kryetari bashkisë në lakonizëm shkurt, nga shumica e qytetarëve të Shkodrës, atyre qytetarëve që kanë mbetur, se një pjesë e madhe kanë ikur, dhe sigurisht Shkodra është pasuruar me qytetarë të ri, që sigurisht do të duan disa vite, të cilët të fillojnë të absorbojnë dhe ato gjuhën. Se kanë pasuruar Shkodrën edhe me fjalor, zhargon dhe gjuhë nga më të ndryshmet, po sigurisht duke e pasuruar, do të fillojnë edhe të mësojnë edhe atë që është e vendit këtu. Do mundohen të mësojnë pastaj edhe urbanitetin, atë që liçeni është pasuri e cila nuk mund të dëmtohet, nuk mund të merret peng nga disa element, të cilët pastaj jo vetëm e shëmtojnë, po shfrytëzojnë në mënyrë kriminale.
është një lajm shumë i mirë. Një lajm i jashtëzakonshëm, pastrimi. Unë gati nuk besoj se mund të pastrohet, sepse sigurisht të mësuar prej vite e viteve, që liçenin ta trajtojnë si pronë të tyre, disa horra dhe maskarej, njeriu bëhet kaq pesimist sa humbe dhe shpresën, sepse mund të rregullohet kjo punë. Por mbase unë kam gabim dhe uroj ta kem gabim. Mbase liçeni do të pastrohet e do kthehet në gjendjen normale, natyrore, ashtu si duhet të jetë një liçen i cili shfrytëzohet në radhë parë, në pamjen dhe turizmin që ka, në radhë dytë pastaj, për ta shfrytëzuar egërsisht për faunën e mrekullueshme që ka. Urime bashkisë, ministrisë dhe gjithë atyre që punojnë për largimin e hujve, dajlaneve dhe gjithë marrëzirave të cilat kishin pushtuar liçenin e Shkodrës. Seriozisht urime dhe uroj të mos ndalohet aksioni. Nëse ky aksion do të ndalohet, sigurisht që do më japin shansin të kritikoj për ditë për mos përfundimin e një detyrimi qytetar për të na kthyer liçenin pronë të shkodranëve dhe të Shkodrës dhe jo të horrave, të cilat edhe këto i ka prodhuar Shkodra për fatkeqësinë e saj morale, politike dhe urbane. Dakord miqtë mi, kjo ishte për liçenin. Ishte një lajm i mirë, i cili patjetër duhet shumë fishuar që ta kuptojnë gjithë rëndësinë e madhe që ka. Lajmi tjetër është bashkëpunimi i jashtëzakonshëm i Laçivitës, një njeri i cili mbasi ka bërë fushatën elektorale të Donald Trump, bën edhe fushatën elektorale të komunistit Sali Berisha. Imagjino tash çfarë mrekullinash vinë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbasi ka bërë fushatën e njeriu më interesant në kohën e sotme, më të madh dhe më të rëndësishëm që ka bota, merret edhe me një nga njerëzit i cili ka prodhuar 1997-ën, rrëzimin e një shteti, ka bërë gru shtetit në 98-ën, ka vrarë 26 njerëz në 2008-ën dhe 4 njerëz të tjerë në 2011-ën. Ka shkatruar vendin e vet, e ka grabitur, e ka devijuar demokracinë dhe ka zbatuar folk bolshevizmin në të gjithë atë që konsiderohet liri dhe demokraci e Shqipërisë. Tash Laçivita thot edhe një gomardhek tjetër, tipik të njerëzve që as nuk njohin, por kanë ardhur këtu me aferat e parave të Gërdeçit, se sigurisht ajo aferë e madhe e sjell Laçivitën me para këtu, se ndryshe nuk mund vinte një njeri normal. Dhe thot që kemi shanse ta bëjmë Shqipërinë pro-amerikane. Imagjino një idiot si puna e tij që e di Shqipërinë me anë të Sali Berishës që mund të bëhet komunist. Po thuaj në momentin kur ka lindur 67-ën, a 66-ën, nuk e di mirë, ka lindur Laçivita, në 68-ën është bërë antar i Partisë Punës Shqipërisë, Partisë Komuniste më kriminale që ka Evropa lindore. Dhe me anë të këtij njeriu Laçivita do ta bëj Shqipërinë pro-amerikane, sepse ai nuk e di Shqipërinë pro-amerikane. Imagjinoni tash çfarë grotesku, çfarë marrëzie përdoret, dhe për kë përdoret, që sigurisht përdoret për militantët trutharë, me cervikale dhe majasill në të njëjtin vend që ka Sali Berisha. Më kuptoni? Me cervikale dhe majasill në të njëjtin vend. Atyre, sepse sigurisht më thot mu, një njeri i tillë dhe shumë si puna ime në Shqipëri, a je njeri normal ti, ose mos u ul në tavolinë, bisedosh me këtë lloj mënyre, sepse ti turpron. Mirë, po ja që në groteskun e madh politik dhe të gjithë atë që konsiderohet rreth rrotullim të mendimit filozofik të Vigjidolit dhe akademizmit të Vigjidolit, duhet edhe një si Laçivita, groteski mendoj i Mediut, Zenit edhe Qimpekës, sigurisht kështu duhet jetë, nuk është lejthitje, është akademizmi i tyre, tipik i tyre, dhe që vjen të japi leksione pro-amerikanizmi në Shqipëri. Edhe kujt, një vendi i cili Laçivita s'ka idenë se kush është Shqipëria, as se çfarë ka qenë, as se kush janë komunistat shqiptar, as bolshevizmin, as vetë sekretari i partisë Sali Berisha. Laçivita dhe këta poshtë kujtojnë se ka ardhur nga Trumpi këtu ke ne për të na
për të nasajuar pro-amerikanizmin. E nuk ka iden se me kë ka të bëjë. Dhe nuk ka iden se Sali Berisha as që e pyet, as që i vën pullën një njeriu të tillë se s'ka nevojë që ta pyesi. Është më i studiuar se Lacivita, është më i lexuar se Lacivita, ka shumë më tepër eksperiencë se Lacivita, edhe pse Lacivita ka bërë fushatën elektorale të Donald Trump. S'ka lidhje fare me Shqipërinë. Fushatat elektorale në Shqipëri nuk i bëjnë tipat e tillë. Fushatat elektorale në Shqipëri i bëjnë postkomunistat dhe komunistat si Sali Berisha. Dhe njerëz tillë jo vetëm që s'kan nevojë për Lacivite, po as nuk e shohin në horizont mendimin e tyre filozofik politik dhe sigurisht lobimin e tyre. Ata përdoren vetëm për të thënë që shiko, ne kemi një njeri këtu që vjen nga Amerika dhe që ka bërë fushatën elektorale të presidentit Trump. Për gjërat e tjera as i pyet kush, as i vën kush pull. Por ajo që ka më tepër rëndësi është ky momenti i fundit i shitjes mend me pro-amerikanizëm. Dhe me këtë do ta bëj pro-amerikanizmin me njeriu më anti-amerikan që kanë trevat shqiptare dhe që quhet Sali Shiqere Berisha. Dhe nuk e përmend kot këtë fjalë, sepse sigurisht këtu fillon edhe anti-amerikanizmi i tij në lindje, në gjenezë, në ADN. Gëzuar, me sa duket, mësimet e para të Lacivitës janë që Sali Berisha të bëj protestë për TikTokun, që të mbledhi Kallabllek. Edhe sigurisht këto kocomit me majasil ku kanë dhe cervikalen, thonë po e hek, po e largon Edi Rama TikTokun, sepse sigurisht ai është rrjeti i pa kontrolluar për ti për fushat elektorale. Janë fantastike. Edhe me sa duket, ky është edhe mendimi brillant i jashtëzakonshëm i Lacivitës. Po mund të jetë mendim edhe për të bashkuar, Lacivita mund t'i ketë thënë Sali Berishës, bashkoju me Eni Sherin, se ai të bjen Kallabllek elektoral me Nard Nokën, sepse është njeri i demokristianëve, është njeri i kristian demokracisë, i di shumë mirë këtë punë. Bashkoju edhe me Kujtim Gjuzin, i shkriti patrioti vërtet, edhe është ai, sigurisht. Edhe bashkoju edhe me Sazan Gurin, sepse ka djeni të jashtëzakonshme, jo vetëm politike dhe filozofike, por dhe historike. Të lumt, Lacivita, shumë mirë, bravo të qoftë. Edhe ti futesh në radhën e njerëzve të jashtëzakonshëm të filozofisë folk bolshevike, viqidoliane të Sali Berishës. Urime! Miqtë Prizmës, sot Sali Berisha duke dëgjuar Manasterdijun që thoshte është marrë vendimi për të mbyllur një vjet TikTokun, mori me njëherë një vendim për të bërë protest me datën 15 mars për mbylljen e TikTokut, dhe kjo protest, si me thanë, e madhe, sipas tij do të bënte edhe në Amin, se zakonisht kështu bën Sali Berisha, gjithmonë bën çdo protest që bën është më e madhe se sa ajo që ka qenë më përpara. Po nëse këto marrëzi edhe dalje nga sfera e mendimit normal, edhe futet në atë universin e marrëzisë edhe gomarllëkut të madh politik, ne e kuptojmë, marrim vesh, është qartë për Sali Berishën. Ideja është që për çfarë po e bën edhe cilën datë ka zgjedhur për të bërë. Një kriminal si Sali Berisha ka zgjedhur pikërisht datën kur ka vrarë. E 15 mars të vitit 2008, 17 vjet përpara, Sali Berisha me korrupsionin e tij, të birin e tij, Shkëlqet Berishën, edhe me ministrin e tij, vrasës edhe ai për korrupsion, Fatmir Mediu, që sigurisht spaku dhe drejtësia shqiptare jo i ka toleruar, po i ka marrë me të mirë, ju ka fërkuar bythët këtyne farë burrave, hodhën erë dhe vranë 26 persona, plagosën 300 tjerë, rrafshuan një fshat, i shfrytëzonin si sklever, bën një nga korrupsionet më të mëdha që rrithe nga shoqëria woke në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do t'i dali fundi edhe kësaj punë, sigurisht. Do të hapen letrat edhe të maskarllëkut që vjen nga Pentagoni deri në Shqipëri.
nga tenderat korruptiv të Pentagonit, që i besohen 2 korrupturve, fëmijë, rrogaç, edhe që sigurisht lidhen me rrogacët politike dhe korruptiv në Shqipëri, dhe pastaj vrasin njerëz. Dhe çfarë bën Sali Berisha? Këtë ditë e përkujton me protestë. Jo vetëm që nuk është penduar ndonjëherë për vrasjen që ka bërë aty. Një herë në jetën e tij. Një gangster politik si Sali Berisha, por ai tash bën edhe protestë në ditën e vrasjes së tij shtetërore për korrupsion, që është 15 marsi, për protestën e TikTokut. Imagjinoni se ku i shkon fantazia një horri politik folklorik dhe gjithë bashkëpunëtorëve të tij që duan pushtet sërish me 11 maj. Imagjinoni çfarë mund të ndodhi me këtë popull, që sigurisht i është mësuar të japi gjithmonë horrave vota, gangsterëve, maskareve, i pëlqejnë, i kruhet vetë kësaj lloj shoqërie. Jo të gjithës, mase sot është rrëzuar numri, nuk janë më si dikur, por sigurisht i ka prap. Dhe atë ditë të vrasjes së tij shtetërore, janë 2 vrasje shtetërore që ka bërë, dhe 2 gryshta shtetit, një shkatrim të shtetit komplet natë shtatër, një grush shtetit në 14 shtator, 2 vrasje shtetërore, një në Gërdec, korruptive shtetërore, dhe tjetra me 21 janar që kaloi, dhe që akoma këta lloj njerëzës janë po të njëjtat fytyra, po i njëjti njeri, dhe që askush në drejtësi nuk merret me të, përkundazi e kanë frikë. E kanë frikë se sigurisht Sali Berisha i vret, le të jenë prokurorë dhe gjykatës sa dush, plus se janë të korruptuarit e tij. Plus se janë si puna e tij. Edhe ata nëse do të ishin aty do kishin vrarë njësoj me korrupsion dhe për korrupsion si Sali Berisha. Vetëm në shtetin e shqiptarëve, kësaj shoqërie të qelbur, mundet të bësh protestë në ditën që ke vrarë. Dhe Sali Berisha proteston për TikTokun ditën kur vrau 26 veta, shumë më tepër se Enver Hoxha, brenda 1 sekonde. Nuk ka mbritur Enver Hoxha të vrasi për 1 sekondë 26 veta. Nuk i ka vrarë dot. Sali Berisha po. Enver Hoxha nga Gjirokastra nuk i ka vrarë 26 vetë dhe ka plagosur 300 të tjerë, rrafshuar një fshat për 1 sekondë. Sali Berisha e ka bërë. Dhe ky popull, një pjesë e këtij populli dhe kjo shoqëri, dhe disa që i njoh shumë mirë çfarë fytyrat nyta janë, edhe intelektual, vazhdojnë ta adhurojnë një njeri të tillë. Dhe mirë t'u bëhet. Pak i ka vrarë, pak ka shkatruar vendin, pak i ka futur në lojë natë 6, pak i vodhi parat, pak i shkatroi vendin, pak i vrau në protesta, dhe pak i fyen për ditë duke thënë që shiteni. Mirë t'u bëj. Ata e meritojnë Sali Berishën. Mund t'jenë 30% e popullsisë, mund t'jenë 40% e popullsisë, po seriozisht edhe sinqerisht e meritojnë një kriminal si puna e tij.